Përshëndetje të nderuar nxënës, shpresoj që të jeni mirë. Pikës pari ju falenderoj që keni nda kohën të jeni së bashku me mua në këtë orë online mësimore ose mësimi në distancë. Unë mësimdhënësi Bujar Hamiti e shpresoj që do të ngeleni të kënaqur me mësimin e sotëm online. Njësinë mësimore rreth temës së internetit do ta shpjegojmë sot së bashku me juve nga tema rrjetet kompjuterike. Çka janë rrjetet kompjuterike? Rrjeti kompjuterik është grup i 2 apo më tepër kompjuterëve të lidhur. Qysh në kohët e mëparshme komunikimet e para të internetit kanë qenë si nevojë për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet veti, qoftë ato të dhëna audio, qoftë ato të dhëna video, qoftë ato të dhëna tekstuale, qoftë bashkëpunime të ndryshme apo projekte të ndryshme prej një kompjuteri në kompjuterin tjetër. Kemi disa lloje të rrjeteve kompjuterike. Rrjeti kompjuterik lokal, local area network, dhe rrjeti kompjuterik global, wide area network. Tani do të mundohemi të shpjegojmë sadopak këto dy rrjete dhe funksionimin e tyre. Rrjet kompjuterik lokal i lidh kompjuterët që gjenden në largësi të vogël reciproke. Shembull për këtë rrjet mund të marrim një institucion arsimor prej një klase në klasën tjetër, një zyre prej një zyre në zyren tjetër, një ndërtesë prej një ndërtese në ndërtesë tjetër, dhe institucione tjera të ndryshme të cilat kanë të instaluara rrjetet kompjuterike lokale në vendet e tyre. E kemi shembullin e parë, ilustrimin e parë, ku tani mund të shohim një ndërtesë dhe një ndërtesë tjetër dhe shkëmbimin e rrjetit ndërmjet këtyre dy ndërtesave nëpërmjet rrjetit lokal. Po ashtu e kemi edhe rrjete në shkolla prej një klase në klasën tjetër. Rrjeti kompjuterik global, për dallim nga rrjeti kompjuterik lokal, ky rrjet gjendet në largësi të mëdha gjeografike. Si shembull mund të marrim lidhjen e internetit prej një qyteti në qytetin tjetër, prej një shteti në shtetin tjetër dhe prej një kontinenti në kontinentin tjetër. Këto mund të bisedojmë edhe për lidhjen e internetit prej një ishulli në ishullin tjetër. Ju të dashur nxënës gjithmonë e përdorni termin internet, por duhet të njoftojnë se ky termi internet është pikërisht nga rrjeti kompjuterik global ose wide area network, i cili është më i madh në botë dhe quhet internet. Duke pasur parasysh që për lidhjen e internetit qoftë rrjetin lokal apo rrjetin global, për lidhjen e internetit ose kompjuterëve në këto rrjete, duhet pikës pari të dimë që pajisjet e sotshme elektronike, sikurse kompjuteri, pastaj laptopët, pastaj smart telefonat ose telefonat e mençur, pastaj edhe tabletët të ndryshëm e kështu me radhë, duhet të kenë disa pajisje, duhet të kemi ato pajisje të cilat janë të instaluara dhe ato pajisje quhen kartela të rrjetit. Prej kartelave të rrjetit tani mund të shohim disa prej tyre. Së pari këtu e kemi kartelën e rrjetit për kompjuter, i cili bëhet lidhja me rrjet me tel ose me kabull. Pastaj kemi kartelën për rrjet ajror ose pa tel, i cili po ashtu vendoset në kompjuter. Ndërsa tek laptopët i kemi kartelat për laptop të cilat janë me rrjet me tel dhe pa tel. Dhe në fund i kemi telefonat ose tabletat smart të cilat punojnë me
rjet ajror ose patela. Këto janë ato pajisjet e para të cilat ne duhet i kemi të vendosura brenda ose pjesët të cilat vendosen tek pajisjet tona. Te rjeti lokal ose local area network duhet i kemi parasysh këto rjete. Kemi rjetin kompjuterik lokal i cili në të cilën domethënë përdoren këto pajisje. Pajisja e parë është switch ose hub dhe pajisja e dytë është router. Tani do ndalim e pak te pajisja switch. Për shembull, në shkollë, në institucionet arsimore, kemi dy klasa të furnizuara me kompjuter dhe duhet që ato dy klasa të komunikojnë ndërmjet veti me anë të kompjuterëve. Atëherë, në atë rjet lokal duhet të vendosim edhe pajisjen switch ose hub, ku ne duhet të bëjmë lidhjen e atyre kompjuterëve me pajisjen switch. Pajisja switch domethënë bën shkëmbimin e të dhënave prej një kompjuteri në kompjuterin tjetër. Çka kemi tjetër domethënë te pajisja hub, domethënë shkëmbimin e të dhënave prej një kompjuteri në kompjuterin tjetër, ndërsa përveç kësaj pajisje kemi edhe pajisjen tjetër e cila është router, e cila mund të themi që është shpërndarës i internetit. Tani, routerët e sotshëm bëjnë lidhjen e internetit me tel, po ashtu edhe pa tel. Tani do të ndalim e pak te routeri. Në këtë ilustrim, domethënë kemi një kompjuter. Në vend të kompjuterit mund të kemi edhe laptop, mund të kemi edhe televizion, mund të kemi edhe ndonjë pajisje tjetër, qoftë smart telefon ose ndonjë pajisje tjetër. Atëherë kemi routerin i cili ka disa funksione të ndryshme, si shpërndarës i internetit, si kontrollues i internetit, si sigurues i internetit e kështu me radhë, si mbrojtës i internetit. Atëherë çdo pajisje elektronike ka furnizuesin e rrymës për kyçje në rrymë, pastaj kemi portën kryesore e cila vjen prej furnizuesit të jashtëm, prej kompanive të ndryshme, dhe pastaj kemi edhe porta të ndryshme të cilat ne do t'i shfrytëzojmë në shtëpi, në zyrë ose dikun tjetër. Si për shembull, në këtë ilustrim kemi kompjuterin, kartelën e rjetit me tel, të cilën e kemi konektuar tek porta e parë e routerit. Pastaj porta tjera mund t'i shfrytëzojmë për pajisje tjera të cilat neve i kemi në shtëpi, në zyrë ose në ndonjë vend tjetër. Për rjetin global kemi disa pajisje të cilat mundësojnë. Ato pajisje janë kablo transoceanike, kemi satelitin dhe linjat telefonike. Si që kemi shprehur këtu me një ilustrim, sateliti, pastaj kemi operatorët të rjetit janë në vendet aty ne ku jetojmë, dhe kemi rjetin lokal ku bëjmë përcjelljen e të dhënave. Për shembull, në këtë situatë kemi shkarkimin dhe ngarkimin e të dhënave. Po ashtu në këtë ilustrim kemi cekur edhe kablo transoceanike, ku tani sadopak do ta shpjegoj me mënyrën se si është e realizuar kjo. Kompani të ndryshme, të cilat kanë buxhet të madh ekonomikisht, janë të fuqishme, inxhinierët kanë shpikur edhe lidhjen e internetit prej një kontinenti në kontinentin tjetër. Për shembull, duke pasur parasysh kontinentin e Evropës me kontinentin e Amerikës, ku i ndan Oqeani Atlantik, atëherë në internet mund të shohim shumë video të ndryshme për këto kablo transoceanike, ku ekzistojnë edhe një lloj i telit ose i kablit special dhe specifik
i ndërtuar për këtë qëllim. Atëherë, siç e shohim në ilustrim, këtu kemi edhe domethënë një kablo specifike e cila vendoset që nga fillimi i detit me anë të nëndetësve apo robotëve nën ujor vendoset kablo transoceanik deri në fundin e oqeanit ose deri në shtresën e fundit të detit, ku bëhet lidhja ose prej një pike në pikën tjetër të ndonjë shteti apo edhe kontinenti. Funksionimi i internetit duhet ta dimë se për shembull çdo adresë jone e shtëpisë, e ndonjë ndërtese, ndonjë institucioni, çfarëdo lloj institucioni, çfarëdo lloj lokacioni ka adresën apo rrugën e vet. Secili kompjuter që të jetë i lidhur në internet, me do e mos duhet ta ketë adresën e vet. Ajo quhet internet adresa ose shënohet ose njihet me shkurtesën IP, Internet Protocol. Zakonisht ne kur vizitojmë faqen e google.com, zakonisht ajo faqe ka internet adresën e vet ose IP adresën e vet, po ashtu edhe faqet më të vizituara si YouTube, Facebook, Instagram, kështu me radhë, të gjitha këto faqe kanë IP adresën e vet. Ku ne nëpërmjet kësaj IP adrese i qasjemi dhe i vizitojmë ato faqe. Duhet cekur edhe internet service provider ose service providerin, ku ne nëpërmjet këtij ilustrimi kemi paraqitur service providerin me një fjalë që ta kuptojmë më mirë. Service provideri janë kompani të cilat bëjnë funksionimin e internetit dhe na furnizojnë neve me internet. Zakonisht tek ne në Republikën e Maqedonisë Veriore kemi service providerin e njohur Telekom ose T-Mobile, pastaj kemi VIP dhe po ashtu kemi edhe disa të tjera Neotel dhe kështu me radhë, të cilat bëjnë furnizimin, sigurimin si dhe shpërndarjen e internetit tek klientët ose tek ne. Lidhja e internetit bëhet në disa mënyra. Kemi lidhjen e parë, e cila është me linje fikse telefonike, ku aty bëjnë pjesë dial-up, ISDN dhe ADSL. Në kohët më herët, në vitet 1998, ndoshta edhe më herët, kjo linje fikse zakonisht lidhja e internetit ka funksionuar me dial-up me anë të telefonit fix. Pastaj kohët e fundit kemi ADSL. Me televizion lidhja mund të bëhet në mënyrë kablore edhe në mënyrë satelitore. Cekëm më herët për satelitat, për aparatet satelitore që i kemi neve, po ashtu edhe në mënyrë kablore, të cilat tani service providerët apo kompanit na furnizojnë me internet edhe me kablor edhe me satelitor, edhe për televizion edhe për internet në shtëpi. Ajo që ju më së shumti të dashur zonës e shfrytëzoni është rrjetin patel nëpër televizionet e juaja, nëpër televizorët e juaj, nëpër telefonët smart të juaj edhe nëpër tabletët që i shfrytëzoni. Është njëra prej tyre është edhe Wi-Fi ose rrjeti ajror patel, wireless. Duhet ta cekimi edhe telefoninë mobile, lidhjen e internetit me telefoninë mobile, ku këtu kemi disa teknologji GPRS, teknologjinë Edge, të cilat këto të dyja nëse do të kemi shansin tjetër t'i shpjegojmë edhe këto. Pastaj kemi rrjetin 3G, po ashtu tani kemi rrjetin 4G dhe 5G. Unë shpresoj që ju keni ngelur të kënaqur me shpjegimet e kësaj njësie dhe shifemi herave tjera. Ju faleminderit për respekt. Ditën e mirë.